Kryeministri Edi Rama ka folur në podcastin e tij këtë të diel për nismën e re në infrastrukturën digjitale të prezantuar këtë javë. Rama u shpreh se është një ndërhyrje që sipas tij adreson domosdoshmërinë për të rritur cilësinë e hapësirës publike. Më tej, kreu i qeverisë bëri me dije se në muajin korrik do të prezantohet edhe programi i ri kombëtar, i quajtur Rilindja Urbane 2.0. Këtë javë prezantuam dhe një nisëm të re për infrastrukturën digjitale në qytete, e cila synon që t'i jap fund asaj që ka mbetur nga epoka e përhapjes së internetit në formën e kablove dhe kavëve që rrotullohen rrugë më rrugë e lagje më lagje, dhe të fillojmë sistemimin e rrjetet të komunikimit elektronik duke kaluar gradualisht në infrastrukturën nëntoksore. Është një ndërhyrje që patjetër adreson domosdoshmërinë për të rritur më tutje cilësinë e hapësirës publike, për të unifikuar komponentët e hapësirës publike duke vazhduar të pastrojmë llozhurat e të shkuarës së largët apo të afërt që janë ende të pranishme nëpër qytetet tona. Dhe në vijim, në muajin korrik, do të prezantojmë dhe programin e ri kombëtar Rilindja Urbane 2.0, i cili është një program i ndërtuar në dialog me pushtetin vendor për fazën e ardhshme të zhvillimit të komuniteteve në të gjithë vendin, që shkon përtej investimeve që kemi bërë deri më sot. Dhe në këtë frym, një Rilindje Urbane 2.0 do të jetë një hap tjetër i rëndësishëm të Shqipërisë 2030 në Bashkimin Evropian. Kryesocialisti foli edhe për nënshkrimin e memorandumit të mirëkuptimit me kompaninë italiane, të cilin e cilësoi si një investim afatgjat që do të sjellë më tepër siguri. Këtë javë e hodhëm dhe një hap tjetër të paralajmëruar për të rritur sigurinë energjetike, duke nënshkruar memorandumin me kompaninë italiane Eni, një gjigant global, për të krijuar kapacitetin e rezervës kombëtare të furnizimit dhe magazinimit të produkteve të naftës dhe të gazit, në një kohë kur krizat globale të viteve të fundit janë rikthyer më shumë se sa një herë, duke na prekur ndër të tjera dhe atë nervin vital të ekonomisë që ka të bëjë me pikërisht energjinë, që ka të bëjë pikërisht me hidrokarburet. Dhe ndërmarrja e këtij partneriteti me Enin synon që përfundimisht çështja e rezervave strategjike të jetë një çështje e garantuar, por ne shkojmë dhe më tej me synimin që të krijojmë një operator të ri, një aktor të ri në treg, të ndërtuar mbi ekspertizën e përvojën e një nga kompanive më të rëndësishme në botë në sektorin e energjisë dhe të hidrokarburëve, që të krijoj kapacitet tregtar në sistemin e brendshëm dhe atë rajonal. Ky partneritet nuk është thjesht një marrëveshje mes qeverisë dhe një kompanie ndërkombëtare, por është një investim afatgjat. Një investim afatgjat që do të sjellë shumë më tepër siguri, por do të sjellë edhe dituri dhe ekspertizë të domosdoshme. Ndër të tjera, Rama foli edhe për takimet e zhvilluara gjatë javës në Francë dhe Gdansk, të cilat i cilësoi si pozitive për vendin dhe rrugën e antarësimit të Shqipërisë në BE.